Përshëndetje nga sofra shqiptare, kam sjellë recetën e baklavës, cila përgatitet me peta të gatshme, një shije unike, e cila nuk dallon nga baklavat, petat e të cilave ju hapën në shtëpi. Mbushja bëhet në mënyra të ndryshme, besoj se kam ju pëlqyer, po ta shihni videon në vazhdim. Filloj me përgatitjen e kësaj baklave të shpejtë, sheshme, ideale për gjithë motrat që punojnë, nuk ju merr shumë kohë. Litë e gjitha është një recetë e cila nuk dallon nga baklava e cila përgatitet vetëm me peta të përgatitura në shtëpi. Në fillim e përgatisim mbushjen. Këtu kam dikon rreth 400 gram me orra të bluara, ja shtoj 100 gram me kokos, një pluhur përpjekje. Pluri përpjekje ndihmon që të bëhet fryrja e baklavës, një vanilë dhe sheqeri për aromë. Ja shtoj 100 gram me gris. Ju mund ta bëni me çfarë do lloj mbushjes, vetëm me orra, me fëstëk, apo të bëni kështu kombinim si kuron. Mirë po kështu me kombinim shumë e shishme të del. Tash vetëm se përzi masën mirë. Dhe mbushja do jetë gati. Morim tash petat e gatshme. Këtu kam 500 gram. Zjelni apo stafat petat e gatshme të cilat janë për baklavë. Ja largojmë kështu ambalazhin. Tash morim kështu 2 peta të gatshme. 2 nga 2, tjerat i palosim që mos të thohen. Kujdes, ka marrë 3 copa. Shumë të holla. I palosim kështu në njërin skaj që mos të bëhet tharja e tyre. Morim në fillim njërën. Kujdes që mos t'i coptojmë, shumë të holla janë dhe shumë lehtë coptohen. Për këto 500 gram në nevojitën 200 gram me një sheste. Morim një shestën dhe kështu e hedhim në një kullojse dhe hapim në përpejt. Dhe tash me anë të dorës, kështu e përhapim një shestën gjithësi për fatën e petës. Në këtë mënyrë veprojna me gjitha. Vërtet ja vlen me përgatit këtë baklavë. Petat bëhen sikur se t'i hapim në shtëpi, të ngjajshme bëhen, pasi ja hedhim në shestën. Tash e kalojmë kështu nga ana tjetër. Dhe nga ana tjetër kalojmë pak një shestë kështu. E përhapim. Në shesta i ban petat më të shkrepta, më të mira. Tash vendosim petën tjetër. E coptova dhe trokollisjes, duke kemi kujdes. Pak më të duarve, kështu morim një sheste nga peta e parë. Kam hedhur me bollëk nga të dy anët. Dhe pjesës tjetër i kalojmë pak, e përhapim kështu. Trokollisim nga ana tjetër, hedhim në sheste, përhapim. Kam bërë të 2 petat me një sheste. Tash dhe ja kaloj mbushjen. Tash morim mbushjen dhe vendosim nga njëra anë, kështu nga njëri skaj. Hedhim në bollëk mbushjen, sepse mbushja do e bëj shumë të mirë. Nduhem kështu me duart të jap formën e një shkopi të mbushjes dhe tash bëj rrokollisjen kështu.
vetëm kujdes që mos të dale jashtë mbushje. E rrokollisim kështu. Kam bërë rrokollisjen, tash e vendosi në tepsin. Kam marrë një tepsin qelqi, e cila është me dimensione 28 me 35, është mjaftueshme për 500 gram me petë. Tash në mënyrën e jetë vazhdojnë tutje me lyrjen e gjithë petave tjera me një sheste. Kështu marrim nga 2 copë dhe i bëjmë me një sheste, më pas ja kaloj mbushjen, mënyra e njëjtë vazhdon tutje. Kam bërë rrokollisjen e gjithë petave, gjithsej kam fitu 7 rolle, i kam vendosur në tepsi. Kjo tepsi është e përshtatshme për këto masat petave dhe të mbushjes. Tash marrim dhe bëjmë prerjen. Në fillim petat do i ndaj kështu në gjysmë. Marrim një thikë të mbret dhe fillojmë të bëjmë prerjen. Pra i prejmë të gjitha për një herë. Që i ndojmë në 3 ose 4 pjesë, mirë po unë do i ndoj në 3 pjesë, tamam të jetë. Nuk do dalin dhe shumë të vogla, mirë po dhe nuk do dalin dhe shumë të mëdha. Do janë përshtatshme për servohen. Kështu, do si ndoj në 3 pjesë. Gjithashtu do ndoj dhe unë në tjetër, kështu në 3 pjesë. Dhe gjithsej nga këto peta të baklavës do fitojmë 42 copë. Ndojmë dhe pjesën tjetër. Dhe tash ja shtojna yndyrën sepër, këtu kam 500 gram me të lynë lope. Kur ta përgatitni këtë baklavë, përgatitni me të lynë lope apo puter, ase si mos e përgatitni me margarin, që baklava ta merr, ta man, atë shijen si kur se petat të jetë të hapura vetë në shtëpi, më mirë është që ta përgatisi me të lynë lope apo me puter. Tash kështu i hedhim sepër, i spërkasim gjithë pjesët. Gjithë këtë yndyrë do ja hedhim, nuk është shumë, është mjaftueshëm kjo yndyrë për këto masa. Pra për 100 gram petë është e mjaftueshëm 100 gram me lynë apo puter. Baklavës ja kam hedhur yndyrën, kam lënë këtë pjesën e bardhë, nuk ja kam hedhur, këtë dhalltin apo qumsht apo çfarë i kam hedhur, nuk ja hedhur, sepse do i formohen njolla të zeza baklavës dhe do e merr një shije më të keqe. Tash baklava është gati për pjekje, e kam nxjerr furrën në 250 gradë dhe në momentin që do e fus baklavën në pjekje, do ja uli temperaturën në 150 gradë dhe baklava do e pjeki për 2 orë, 2 orë e 10 minuta, pavarësisht nga furra. Pak para se ta largojmë baklavën nga zjarri, dikon rreth 20 minuta, përgatisim shërbetin. Për ato masa na duhet 1 kg 200 gram me sheqer. Shtoj një vanilë sheqeri për aromë.
dhe ja shtoj 610 ml me ujë. E përzi masën dhe në temperaturë mesatare e zim shërbetin derisa të vlojë, kështu duke e përzier vazhdimisht. Shërbeti ka filluar që të vlojë, tash e ulim temperaturën mes toltës dhe të mesmes dhe shërbetin e zim për 15 minuta. Ja shtojmë 2 feta limoni. Shërbeti është gati që të largohet nga zjarri i zier mjaftueshëm. Pas e kam largu shërbetin nga zjarri, ja shtoj 50 ml me ujë të ftoftë. Uji i ftohtë dhe limoni i ndihmojnë që shërbeti mos të kristalizohet. Tash vetëm bëjmë përzierje. E kam largu nga furra, është vale nxehtë, ka një aromë jashtëzakonisht të mirë. Tash ja shtoj në shërbeti. Baklava është vale nxehtë, shërbeti është vale nxehtë. Shtojmë kështu. Ndohem çdo pjesë të baklavës ta bëjmë në shërbet. Shërbeti i nxehtë dhe baklava e nxehtë. Kështu bëhet baklava që shkrihet në gojë. Vërtet ja vlen me provu këtë recetë. Gjithë ju motra që nuk dini që të bëni hapjen e petave, apo jeni shumë të ngarkuara me punë, e bëni baklavën shumë shpejt për bajram. Ja vlen me provu recetën. Ja kam shtu gjithë shërbetin. Tash baklavën e la që të ftohet dikon për gjysmë ore dhe më pas të mbuloj. Dhe e la të qëndroj për gjithë natën dhe do jetë gati për konsumim. Baklava është gati për konsumim, e kam mbulu pas gjysmë ore, e kam la të qëndroj për gjithë natën. Tash t'i largoj një 2-3 pjesë dhe t'i shihni se si ka ndalë. Vërtet ka marrë pamjen shumë të mirë. Shija nuk dallon nga baklavat cilat bëhen në shtëpi. Gjithë ju motra që përgatisni në këtë mënyrë baklavë me peta të gatshme, ju bëft mirë. Mirëmbëjtje nga sofra shqiptare deri në recetën e radhës. Urime festa Kurban Bayram.